Ka momente në jetë kur e ndjejmë se bara është randu. E forca jone e vogël. Në ato qaste, çka të bëjsh? Kujtoje lutjen e Musas a.s. Ai nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi famë, por kërkoi zemër të qetë, rrugë të lehtë dhe ndihmë të sinqertë. Rabbi shrah li sadri, ju lut Zotit, o Zoti im, zgjeroje gjoksin tim, sepse çdo sukses fillon me zemër të qetë. Pastaj Musa u tha, o yassir li emri, Zoti im, lehtësoje çështjen time. Vetëm Allahu e bën të lehtë të vështirën. Pastaj Musa a.s. u lut, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, zgjidhe nyjen nga gjuha ime, o Zot, pra që fjala me dal me sinqeritet ikhlas, e fjala me prek zemrat e njerëzve. Pastaj Musa a.s. i tha Zotit, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Zotim, bëje Harunin, pra vllaun, bëje Harunin ndihmësin tim. Edhe profetët, pejgambert e Allahut kanë nevojë për mbështetje. Pas këtyre lutjeve, çka ndodhi? Dhe Allahu ju përgjigj menjëherë Musas a.s. Qal, laqad uti'te su'leke ja Musa. Ti e ke marrë atë që e ke kërku, o Musa. Vllazër dhe motra, kjo është një shenjë për neve të gjithëve. Kur lutja del nga zemra, Zoti e dëgjon para se të përfundoj lutja jote. Tani sot, derisa më dëgjon, thuaj edhe ti, o Zoti im, ma zgjero zemrën time, ma lehtëso rrugën time, dhe m'jep ndihmë të sinqertë, o Zot. Vëllezër dhe motra, Zoti ju përgjigj Musas, është i njëjti Zot që të dëgjon edhe ty të përgjigjet.